Teatri Kombëtar i Kosovës pa qenë në grevë për 100 dhe rikthime, ishte edhe më i fuqishëm se sa projektet që i kishim planifiku për 2025. Në zonë duke qenë gjithmonë afër artit, kulturës, por dhe showbizit me vlerë sigurisht, ju sjell Martesa, një shfaqje kjo që mblodhi shumë shikues në Teatrin Kombëtar. E tematikat në vazhdim do i kuptojmë së bashku në storien që sjell diçka edhe nga teatri i bukur. Ishin në një grevë prej më shumë se 3 muajsh, bëhet fjalë për aktorët rezident të Teatrit Kombëtar të Kosovës. Këtë ka konfirmuar edhe udhëheqësi artistik Kushtrim Mehmeti, i cili për Zoom u shpreh se Tash u bënë 100 ditë që kemi qenë një pjesë e aktorëve të ansamblit rezident kanë qenë në grevë, edhe është pa mësu repertori i rregullt të Teatrit Kombëtar të Kosovës. Njëkohësisht edhe festivali mbar kombëtar Mojësiu. Kështu që mas 100 ditëve aktorët e ansamblit rezident përfaqësuar për sindikatës së tyre kanë vendosur ta pezullojnë grevën. E kam lexuar vendimin e tyre, është vendimi i tyre që ta pezullojnë grevën, dhe na menjëherë kemi filluar me pjesën tjetër që është edhe repertori, sepse Teatri Kombëtar i Kosovës ka edhe punë tjera. Momentalisht shfaqja Martesa me autor Gombrovicin e me regjisor Norbert Rakoskin do t'jepet me datën 11, 12 do 13. Kurse shfaqja Macbethi edhe shfaqja Kamora e Turpit me njëherë pas tyne jemi në detajet fundit të përgatitjes, për shkak se njoftimin e kemi marrë qysh premten vonë, edhe deri në atë moment nuk jemi kanë njoftuar për mundësinë e pezullimit të grevës, kështu që përgatitja tash kanë nisë me një fluk të madh. E me qenë se kushtrimi bëri thirrje që audienca të vi ta shoh Martesën, e cila u dha për 3 ditë radhaze, ne ishim të pranishëm e ju sjellim pamje ekskluzive. Në këtë shfaqje të zhanrit dram luajtën Armend Smajli, Adhurim Demi, Shkelzen Veseli, Era Balaj, Ylber Bardhi, Sheqerie Buçaj dhe Mensur Safqio. Autori Martesa është Witold Gombrowicz, shfaqje kjo e cila nuk është as pak e zakonshme. Është një rrëfim i përditshmërisë e një studim i çuditshëm mbi njeriu e zhytur në ëndër. Absurdi që e mbështjell shfaqjen që nga skena hapse, nis çuditërisht me kujtimet e apartamentit të fëmirisë së protagonistit Henry. Dhoma, hapësira, madje dhe kujtimet e njerëzit nuk ngjajnë me asnjë detaj të cilën Henry mban në mend nga fëmiria. Absurditeti shkon e shtohet e kalot në pikën kur nuk dihet nëse autori po flet për një ushtar të kthyer nga lufta që nuk do mund të përshtatet me të tashmen, një ushtar i cili vetëm po përjeton një ëndër të çuditshme, apo një ushtar që ka kaluar në një tjetër gjendje për shkak të traumave. Personazhet e iluzioneve të Henrit, nëna dhe babai, ka një dashuri të luhatur shpesh nga lufta për mbijetesë. Madje dhe ata kërkojnë rrugdalje në forma tjera të cilat janë jo reale për Henrin, të çuditshme e shpesh herë të pashpjegueshme. Është dhe. Shfaqja sjell në teatr nga regjisori polak Norbert Rakowski, pati përmbajtje teatrale më së shumti për shkak të tematikës dhe thellësisë së trajtimit të ngjarjeve. Siç citohet edhe në shfaqje, askush nuk e thot atë që dëshiron ta thot, por atë që konsiderohet e duhur, një parim universal.
Ky percepte me kjo tematik që e mbajnë shfaqje nuk mbyllen brenda kufish e shoqërive të caktuara, janë të kudo ndodhura për aq sa të jetë njerëzime. Pas mbarimit të shfaqjes, publiku duar trokiti kastin e mrekullueshëm të aktorëve. E tek dera nxumi pritja ata me prononcime. Pas pari faleminderit që keni ardhur, që keni përcjellë shfaqjen. Është e vërtet, greva zgjati një 3 muaj, kështu që na patëm një farë probleme që u harru teksti, po i patëm një 2-3 ditë prova dhe rikthyem shfaqjen. Shfaqja është luajt më herët, kështu që nuk ishte problem me rikthy dhe me luajt këto 3 net që u befasova pak që pat shumë publik për shkak të kësaj periudhës të gjatë pa shfaqje. Dhe Teatri Kombëtar tashmë është dëshmuar që projektet që zgjedh përveç që janë të kohës, si në këtë rast, që na flet ky tekst edhe për kohën tonë, kohën e luftës, personazhet kalojnë në përkura të ndryshme, kështu që ka përshtatshmëri kështu me ngjarjet që kanë ndodhur te na. Ka kaluar një kohë gjatë prej kur është shkëputur totalisht nga paraqitjet publike. E kemi fjalën për aktorin e mirënjohur Ylber Bardhi. Por në Zoom e ka intervistuar atë dhe këto na qenë kanë përshtypjet e tij për rolin në Martesa. Shfaqja si shfaqja e ka absurdin mrena, është një dramë shumë e rëndë, domethënë me fol drejt, ka del shpirti edhe për ne aktorët në këtë shfaqje gjatë procesit kemi pas shumë sfida gjatë rrugtimit të shfaqjes. Mirë po, të ju falenderu regjisorit, të ju falenderu ekipës, kena ardhur në një, si më thonë, e kemi zbërthy shfaqjen mas mirë të mundshme për publiku kur vjen që me pas shumë atlet më u futën në shfaqje edhe mi kuptu se cilin rresh po them se të shfaqje, sepse si tekst është shumë i rëndë, është, e thash më herët, është një absurd që nuk po du me thonë që nuk është për publik, për të gjithë publiku, po pse jo, të gjithë du në marrë mi pa, sepse di që kanë qef marrë me pa dhe komedi, po teatri kombëtar du të me bo edhe absurd, edhe dramë, edhe komedi.